Zjarret e ditëve të fundit kanë rikthyer në vëmendje kapacitetet e strukturave zjarr fikse për përballimin e emergjencave, veçanërisht gjatë sezonit të verës. Drejtori i mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit Shkodër, Agim Ponari, thotë se vitet e fundit ka patur përmirësim në burimet njerëzore dhe pajisje. Megjithatë, sipas tij, kapacitetet ende nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar të gjithë territorin. Ai sjell si shembull Thethin, një prej zonave më të rëndësishme turistike. Kemi pas edhe raste në Theth, kur kemi vajt nga këtu. Numri i efektivit shërbimit zjarr fiks nuk ka kapacitetet akoma për të krijuar një shërbim zjarr fiks në Theth. Sepse don mjetin, don efektivet jenë çdo moment atje, nuk i kemi akoma. Jemi në tentativë për shtim prapë të efektive, por kemi bërë një arritje shumë madhe se këto 3-4 vjet paktën kemi shtuar rreth 18 veta. Krahas shtimit të kapaciteteve, rëndësi ka edhe parandalimi. Ponari vë theksin tek edukimi në shkolla për rrezikun nga zjarret dhe kërkon më shumë ndërgjegjësim nga qytetarët. Apeli jonë është që qytetarët kenë shumë kujdes me çdo objekt apo pajisje që ka premisa për shkaktuar zjarr. Të vazhdojnë bashkëpunimin me drejtorinë e shërbimit zjarr fikës, kështu siç e kemi. Duhet edhe në shkolla të kenë një temë për shërbimin zjarr fiks që ta kuptojnë sa më mirë. Mbrojtjen ndaj zjarrit, rrezikun që shkakton zjarri. Sezoni i verës sjell një angazhim më të madh për zjarr fiksit, ndërsa parandalimi dhe forcimi i kapaciteteve mbeten të rëndësishme për përballimin e zjarreve.